Jemi përsëri në studio, sigurisht që në këto momente jeni mësuar që kemi mysafirë në studio, mysafirë nga më të ndryshmet, duke filluar nga arsimi, nga shëndetësia, nga sporti, nga kultura, nga arti dhe në përgjithësi. Sot do flasim mbi gjuhën e bukur shqipe. Sigurisht që kam profesorin e ftuar, i cili është Meli Jakupi Uka. Me të do të bisedojmë rreth vështirësive të gjuhës shqipe, rreth të shkruarit bukur, rreth literaturës, do të thotë gramatikës, rreth vështirësive që i kalon një mësimdhënës, një profesor me nxënësit, me studentët e tij, dhe në përgjithësi për gjithçka tjetër e juaja ngele që qëndroni me ne dhe të informoheni rreth asaj që do të bisedojmë sot. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, mirë se erdhën në emisionin tonë. Përshëndetje, mirëmëngjes, faleminderit për ftesën që më keni bërë. Gjuha shqipe është një lëndë e cila duhet diskutohet gjithësisht, e cila don debat të fortë, por ne sot do të bisedojmë mbi suazat e një profesori. Do të thotë, mund që fillimisht na tregoni se si e filloni dhe si e mbaroni një ditë, me që sigurisht e keni të lodhshme atë ditë. Sigurisht, puna e mësimdhënësit është punë delikate, dhe sa është delikate aq është edhe një mision i shenjtë. Shenjtëria e këtij misioni varet nga puna të cilin ne e bëjmë për çdo ditë dhe hapërojmë në ditën në vijim. Mësimdhënësit i duhet paraprakisht përgatitjet psikologjike dhe qasja në punë me nxënësit, sepse kemi të bëjmë me një fushë shumë të ndjeshme, ku kemi të bëjmë me menaxhim me resurse njerëzore, ose ndryshe thanë punë me nxënës. Sigurisht se mësimdhënësi për ta kryer me sukses punën e tij gjatë një kohe të saktuar dhe në institucionin përkatës, do duhet të jetë i parapërgatitur dhe do duhet të jetë i saktë në atë që kërkon brenda ditës që të realizojë brenda njësive mësimore dhe asaj që quhet në përgjithësi proces edukativ arsimor, që është si përplotësim krahas njësive mësimore që e bën edhe tërësinë e procesit edukativ arsimor. Sa është e vështirë dhe sa duhet që një profesor të mbajë qëndrim përpara 30 nxënësve? Me që kemi raste kur profesorët marrin dhe luajnë ose kanë mik nxënësin e tij. Si e vlerësoni ju këtë aspekt, do të thotë, sa duhet që të ketë qëndrim profesori dhe si duhet që të sillet me 30 nxënës? Duhet rikthyer përsëri te normat pedagogjike, didaktike dhe ata metodike, për arsye se janë parametra bazë që definojnë personalitetin e mësuesit, mësimdhënësit, profesorit dhe si duhet të qëndrojë para nxënësve dhe punën që duhet të bëjë me nxënësit. Kam parasysh se dikur në kohra të tjera më shumë është respektuar etika e mësimdhënësit dhe vetë ai e ka shfaqur atë dhe e ka reflektuar shumë më saktë dhe shumë më ndjeshëm, kurse tani në kohë të fundit pothuajse arsimi është të bë vend ku secila ka gjetur qasje për të qenë aty të pranishëm, por nuk do thojë se të gjitha e kryet ashtu siç duhet këtë mision mjaft të rëndësishëm. Dhe këtu duhet theksuar edhe këtë se Okej, jemi në linjë direkte dhe ndodhin kësi gjëra, nuk ka problem. Duhet theksuar edhe këtë se nuk është të lehtë të ballafaqohesh me nxënësit, gjithsesi duhet të jesh shumë i kujdesshëm, por përdorimi i drejtë i gjuhës dhe i saktë dhe informacioni i ofruar saktë ta mundëson pa më të vogël problem që të kesh qasje të nxënësit. Janë raste të saktuara ku nxënësit nuk janë çdo herë në të njëjtën gjendje psikologjike të tyre për të përcjellur në çdo hap dhe në çdo moment, por mësimdhënësi e ka për detyrë të gjejë modelin dhe mënyrën më të mirë të mundshme që të mund të aktivizojë nxënësit të jenë sadopak aktiv në mësimbërje dhe jo në formën tjetër të qëndrimit pasiv, që nuk do të kishte asnjë lloj rezultati. Por s'do përjashtuar këtu se figura e mësimdhënësit është ajo figura qendrore që gjithçka menaxhon dhe udhëheq dhe përgjegjësia është më e madhe te ai se sa te nxënësit. E sigurisht desha që të ndërlidhem pak te nxënësit, do thotë, sa është e vështirë për një mësimdhënës që të merret me 30 nxënës, 30 natyra të ndryshme, do thotë jo secili e kupton njëjtë, jo secili e percepton njëjtë atë mendim ose atë ligjërat cilën e ligjeron profesori. Po, është e vështirë për arsye se në kohë të fundit ne jemi të eksponuar në para teknologjisë informatike, e cila është mjaft e pranishme në përditshmëri dhe nxënësit pothuajse kanë në vetë çdo secila mjetin me të cilin komunikojnë, telefonet, celularet e tjera, dhe pak mbetet hapësirë për të qenë më të vëmendshëm në atë pjesën tjetër që duhet bërë. Po megjithatë,
Edhe pse këto vështirësi paraqiten, mësimdhënësi do duhet të përpiqet dhe të gjejë modelin më të mirë të mundshëm dhe të përshtatet situatave dhe rrethanave të cilat ndodhen, sepse jo çdo herë mund t'ju përmbahemi deri në fund kritereve të cilët janë të parapara sipas normave pedagogjike dhe atë që e bëjnë në metodikën e lëndës përkatëse. Këtu do përmendja një rast nga rastësitë e ditës që mund të ndodhin. Një nxënës të cilit i kisha dhënë mësim para 2 vitesh dhe tani më nuk i jap mësim, më pyet për fjalën adoleshent, ç'kuptim ka, është profesor në gjuhën latine ose mos vallësh në gjuhën shqipe. Nxënësi më nxiti dhe më motivoi dhe pastaj unë kur vajta në shtëpi duhesh të bëj një analizë të etimologjisë së fjalës, të gjej mënyrat, mundësi tjera dhe kur u riktheva në shkollë të pash nxënësin si një fëmijë me një vullnet shumë të mirë dhe arrita që të jap kurajë se më herët kur i kisha pas gjatore mësimare nuk ishte i vëmendshëm në këtë mënyrë siç u tregua kësaj radhe. Kështu që varet shumë si e gjen disponimin e nxënësve, varet shumë momentet e caktuara, të cilat do të përshtaten ose jo me një njësi mësimare e cila do duhet të zhvillohet në para nxënësve dhe të gjitha këto bëjnë atë që mësimdhënësi duhet të jetë gjithmonë në lëvizje dhe të kërkojë alternativat më të mira që mund të ndërtohen. Zoti Meli, që sa kohë shërben në arsimit? Po në arsim ka që 20 vite unë që punoj dhe hapat e parë në arsim i kam bërë në një shkollë periferike në fshatin e Lindjes, në rrethin në Gosivari, që është një fshat në fshatet e Malësisë së Sharit. Në fillim thuajse ishte ajo ndjesia për të qenë mësimdhënës, por pa e njohur mirë procesin dhe pastaj duke e njohur procesin për sa afërmi, atëherë vinin edhe obligimet më të mëdha dhe më shumë kthjellore dhe më shumë punon në anën profesionale. Sigurisht e kupton rëndësinë e qenurit mësimdhënës, me që ndoshta në fillimet e tua edhe e ke ditur rëndësinë e do të thotë të jesh një profesor ose një mësimdhënës, por më pas do të thotë obligimet, siç e ceke edhe vetë, ato pjesë të cilat vërtet mendon që duhet t'ja u bësh nxënësve, të fusin edhe në brendësi një obligim tjetër që duhet t'jesh i saktë dhe i qëllimshëm me to. A mund të bëjmë një krahasim rreth 20 viteve dhe tash, do të thotë mes nxënësve të cilët i ke pas para 20 viteve dhe tash, a janë ose a kanë qenë më të vëmendshëm ata se këta sot? Ose çfarë dallimi do të kishe mundur gjesh mes atyre? Nëse flitet në një perspektivë kohore të këtyre viteve që ju sapo i përmendet, atëherë duhet parë disa faktorë të tjerë që ndikojnë tërthorazi në procesin edukativ arsimor dhe janë faktorë të shumë që ndërtojnë bije sociale, kulturore dhe në përgjithësi në shoqëri që shoqëria vasisht si hapëron. Sigurisht se në fillim ka qenë më ndryshe, kanë pas tjetër qëndrim kundrejt mësimdhënësit, e kanë ndjekur atë, e kanë pas ndoshta përkushtimin më të madh kundrejt mësimit, dijes, por jo më të saktin, se sa tani që mund ta kenë nxënësi. Po tani që ndonjë një problem tjetër, këtë që thash se jemi në një jetë shumë dinamike, ku ne brenda ditës ndonjëherë po na rrëmben koha dhe na rrëmben proceset dhe gati se nuk arrim atë pikën për cilën ne jemi përcaktuar që në hapët e parë brenda ditës ta ushtrojmë ata. Nxënësit janë paksa më shumë të zhurmshëm në kuptimin tjetër të lëvizshëm, por gjithsesi ne do duhet bëjmë përpjekje të gjejmë modelin e mundshëm që të përshtatet për këtë kohë, sepse secila kohë ka gjeneratat, ka brezat dhe ka ato indikacione të cilat shfaqen nga faktorë të shumë. Faktori më ndikues në këtë rast është faktori jashtë shkollës, jashtë mësimbërjes. Te nxënësi shqiptar fatkeqësisht një pjesë të mirë të informacionit edhe një pjesë të mirë të ndjesisë së tyre në mbamendje, në kujtesë, e zën më shumë informacionet që janë jashtë shkollës se sa informacionet që janë brenda shkollës. Sigurisht se këtu del një problem të shohim modeli mësimbërjes nga ana jonë si mësimdhënës a është i duhuri dhe shoqëria si hapëron në çfarë ka dhe si e sheh arsimin dhe duhet parë nivelin arsimor dhe kulturor të rrethave të saktuar ku ne jemi duke kushtuar të vetëm tani. Ashtu pikërisht. Profesor, jemi dëshmitar të asaj që sot disa nga profesorët, nëse mund t'i quajmë, duke parashtruar një pyetje nxënësi dhe duke mos e ditur pyetjen, e ligjeron në mënyrë të gabuar. Sa është e rrezikshme kjo, do të thotë, për një gjeneratë të re, ku e mëson pikërisht një ligjerat ndryshe nga ajo e vërteta? Po, keni plotësisht të drejtë, varësisht lëmisë, varësisht përgatitjes profesionale që ka mësimdhënësi, por kjo është me ndikim jo zakonisht të madh,
për arsye se informacioni që duhet dhënë para nxënësve duhet jetë informacioni bazë. Dhe duhet ketë bazën e tij tek materia e cila është e përfshirë në tekstet shkollore dhe në atë që e bën një periudhë kohore që përfshihet një materie, një lëndë, një çështje e caktuar që trajtohet tek lëndët përkatëse. Te lënda e gjuhës është më delikate. Ktu duhet pasur parasysh se jo vetëm njësitë mësimore si njësi dhe si dije teorike dhe pjesë të caktuara të kohës zhvillimit të letërsisë si kulturë, si art shpirtëror, dhe gjuhës si mjet kryesor dhe thelbësor dhe pragmatizmi i saj që duhet dalë, sigurisht se kërkon jashtëzakonisht përkushtimin dhe gjetjen e pikave referencave kryesore. Mësimdhënësi të qoftë se nuk i jep të sakta referencat rreth asaj se çfarë duhet të mësojnë nxënësit dhe ku duhet të përqendrohen, atëherë më nuk kemi mësimdhënie dhe mësimbërje, po këtu kemi një lloj konspirimi që pastaj i shtin në huti edhe nxënësit dhe dalim jashtë asaj normales dhe normaliteti dhe krijojmë një gjendje artificiale që pastaj mund ta quajmë normalitet, por në fakt që nuk është normalitet. Dhe me pasoja shumë të rënda dhe për këtë përgjegjësia përsëri bie te ne mësimdhënësit. Sigurisht, në këtë kohë, do të thotë vitet e fundit, kemi edhe shumë probleme me tekstet shkollore, sidomos ato të fillores. Si e vlerësoni këtë çështje, do të thotë, ku mund të jenë gabim datat e historive, cilat janë të shkruara për shqiptarët ose për maqedonasit, varësisht nga kush, për termet e caktuara, për do të thotë gabimet gjuhësore, gabimet dhe shkrimore. Si e vlerësoni këtë aspekt, do të thotë nga Ministria e Arsimit, në përgjithësi? Ky është një problem i cili nuk ka gjetur zgjidhje deri tani. Sa herë që është bërë përpjekje nga individë të saktuar që e njohin lëmin përkatëse, nuk kanë pasur qasje tek institucionet dhe institucionet që të përfillin sugjerimet dhe vërejtjet që i kanë bërë drejt për zëtin e mësimdhënësve që jemi në proces, qoftë të nivelit të shkollës së mesme apo ato universitar. Përsa i përket teksteve shkollore këtu në shkollën shqipe, në këtë hapësirën shqiptare që administrohet nga slavët, unë them se tekstet shkollore nuk janë tekste shkollore, po ato janë thjesht pamflete politike, në të cilët më shumë ka devijime të mëdha të kronologjisë së përfshirjes së çështjeve që bëjnë ngjarjet për periudhave kohore, por lërë në aspektin gjuhësor që janë gabime dhe devijime jashtëzakonisht të mëdha. Tani duhet kërkuar si duhet dilet nga kjo gjendje dhe kuj duhet që ja drejtojmë mesazhin. Sigurisht se mesazhin duhet drejtuar institucioneve që janë kompetente për ta. Por modeli që duhet dilet nga kjo ne kemi fare të lehtë, vetëm se nuk e zbatojmë atë. Për shembull, derisa kemi shkollën shqipe në Prishtinë dhe Tiranë, flas në kontekst të kryeqendrave, atëherë gjithsesi ne bëjmë gabimin më të madh që nuk i marrim të njëjtat tekste shkollore. Dhe gjuha shqipe si gjuhë standarde, gjuhë e njësuar, ai duhet të jetë e njëjtë në të gjitha hapësirat shqiptare, pa marrë parasysh politika që do të bëjë dikush apo me pretekste të caktuara që do të imponojë në një kohë apo në një moment një tekst me devijime kaq të mëdha siç e kemi ne, dhe pastaj sigurisht se nuk do kemi asnjë lloj mësimi të dijeve teorike dhe të asaj që duhet të reflektojë edhe si praktikshmëri nesër kur gjeneratat e brezat të aparojnë jetën e tyre. Përveç atyre teksteve shkollore të cilat i lexojnë do të thotë nxënësit, studentët, a besoni dhe a mendoni që ata lexojnë përgjithësi libra ose ju si profesor, cilat autor më tepër u sugjeroni që t'i lexojnë ato? Një konkludim rreth asaj se sa besoni që lexojnë të rinjët ditën e sotme, kur teknologjia është në një nivel shumë të lartë i sofistikuar? Gjenerata e re është e viktime këtij dinamizmi, kësaj teknologjie, por ne të rriturit që kemi përgjegjësi të dy fish, qoftë nivel prindërish, nivel mësimdhënësish, nivel institucionësh, përgjegjësia bie përsëri tek ne. Për arsye se mund të lexohet edhe në ato linjat e internetit, në ato faqe ku publikohen shkrime dhe ka shkrime jashtëzakonisht të mira, por një pjesë tjetër që është thjesht janë disa linja në të cilat e humbin të rritë dhe të rrete, humbin kohën dhe nuk janë të vetëdijshëm se koha që u ik është shumë e vlefshme. Sigurisht ato janë viktimë, por ne do duhet gjejmë modelin për ta saktësuar këtë se është e dëmshme. Megjithatë, sa lexojnë literaturë, sa lexojnë lektyrat, veprat në cilësitë e lektyrave shkollore. Fare pak lexojnë, fare pak i kemi të furnizuar bibliotekët shkollore me literaturë adekuate. Sidomos në bibliotekët e shkollave shqiptare mungon literatura e cila duhet të jetë bazë e autorëve shqiptarë dhe të letërsisë periudhave të ndryshme të letërsisë shqipe.
Unë si mësimdhënës e kam patë arsyeshme që ndonjëherë veprat që i kam pasur në bibliotekën time personale t'ju ofroj nxënësve dhe t'ju diktoj për mënyrën si më të qetë, cili autor dhe pse duhet lexuar pikërisht këtë autor, sepse e shoh të arsyeshme që diçka duhet bërë edhe në këtë situatë në cilën ne ndodhemi. Në të shumtën e raste më ka ndodhur që nxënësit ndonjëherë kanë marrë vetë nuk e kanë lexuar, por duhet të gjetur përsëri momentin dhe mënyrën për t'i dhënë ca informacione kryesore për ta shtytur dhe për ta nxitur që më pastaj ta lexoj veprën. Të merrja një vepër që është shumë e rëndësishme dhe nuk është vënë në cilësitë e lekturave shkollore, është Të kështjella mbi barban e autorit Jon Uzdini, autori shkodran dhe ngjarjet fliten për kështjellën e Rozafatit, për aktin e flijimit të Rozafës e kështu me radhë, dhe është një vepër më shumë një trajtesë psikologjike se sa thjesht një shkrim letrar i një zhanri të caktuar të prozës. Megjithatë, kam pas mirë kuptime nga nxënësve, flas në këtë kontekst, më shumë vajzat janë të përkushtuara për t'i lexuar se sa djem, dhe kam pas rezultate gjë diku, por gjë që nuk jam i kënaqur me këtë që kam bërë djem tani. I përmendëm prindërit pak më herët. Sa do të thotë prindërit angazhohen për ditur se si e ka kaluar fëmiu i tyre ditën në shkollë, a ka qenë i rregullt ose apo mëson diçka më konkretisht rreth asaj që tër ditën ose gjysmën e ditës po e kalon në shkollë, sa janë të interesuar për ta ditur këtë gjë, që jeni edhe profesor dhe sa keni informacione, sa keni telefonata, sa keni vizita të prindërve gjatë ditës? Ja, në institucionin ku jam unë nuk kam klasë, nuk jam kujdesar klasës, sepse kujdesari klasës ka më shumë obligime që të ketë kontakte me prindërin, por që nuk do të thotë si mësimdhënës nuk mund t'i kem kontaktet me prindërin. Megjithatë, kam përshtypjen se prindërit nuk interesohen fare, për arsye se kam fakte me të cilat unë do ta arsyetoj këtë. Për shembull, gjithsa nxënësit që më vinë në shkollë, jo i veshur ashtu si duket si nxënës, unë kam përshtypjen se prindërit nuk e kanë parë se është nisur për në shkollë. Ardhe në shkollë nxënësit ndonjëherë duke dashur që në kuptimin për të kaluar kohën, ata arrin që të jenë të pranishëm, por jo dhe aktiv gjatë procesit mësimor. Vërejtje që i vinë nga mësimdhënësi shpeshherë i marrin si tendencioze dhe në shumtën e rasteve ka edhe keq kuptime. Atëherë, realisht, je i detyruar të gjesh një model tjetër për të ardhur gjetë ajo që kërkon rendi shtëpiak dhe rendi shkollor. Në shumë të raste drejtohemi edhe shërbimeve pedagogjike, kërkojmë ndihmën e tyre të pedagogës, psikologës dhe të tjerëve për të arsyetuar dhe për të gjetur saktë problemin dhe për ta identifikuar atë kërshi nxënësit dhe prindrit. Por ndodh që edhe kur i therasin prindrit të vinë në seancë takimi me mësimdhënësin, nxënësin dhe shërbimin pedagogjik, edhe atëherë nuk gjejnë kohë që të vinë në shkollë. Kjo vjen si rezultat i politizimit të skajshëm të institucioneve shkollore dhe parjen e figurës së mësimdhënësit vetëm me ngjyresa të një oligarkie, të një partie ose të një tjetër. Dhe kam përshtypjen se këto paragjykime që janë krijuar, këto paragjykime janë krijuar që disa dekada, nuk janë vetëm tani, por ne përsëri mbajmë përgjegjësinë si mësimdhënës që domosdoshmë duhet që informacionet të përcillet saktë prind dhe të rikthehet të merr informatat kryese. Kjo është një punë që nuk bëhet lehtë, por gjithsesi ne do të bëjmë përpjekje për ta arritur këtë. Sigurisht që e përmendat politizimin e institucione, më konkretisht në arsim. Sa duhet që të jetë politika e kyçur në arsim dhe çfarë pasoja mund t'ju sjellë nxënësve në të ardhmen një shkollë e politizuar? Nëse kthehemi tek vija politike, te koncepti politik, politika është art i sëmundshmes. Por kam përshtypjen se në hapësirën shqiptare në këto që administrohet nga sllavet nuk ka të bëjë me konceptin politik. Është një katrahurë vërtet e mendimeve dhe koncepteve të gabuara dhe të ignorante. Për sa i përket ndërhyrjes së këtij faktori dhe këtij koncepti në shkollë, kjo u bë pikërisht më atëherë kur partitë politike panë shkollën si institucion, si një biro për punësim të partizanëve të tyre. Dhe këtu janë bërë gabimet. Zgjedhja e udhëheqësisë së shkollës shpeshherë me pretekste politike dhe imponuese, kjo ka sjellë gjë në këtë gjendje në cilën ndodhemi sot. Por ndërgjegjja e mësimdhënëses duhet të jetë e tillë saqë kur hym në institucionin shkollor duhet harrojmë çdo gjë tjetër që i takojmë në jetën private të përditshme, çdo secila ka të drejtë të jetë antar i një partie dhe të ushtrojë veprimtarinë e politikës në kuptim tjetër, por në shkollë sa po hyjnë në dyert e institucionit duhet të harrojë ata. Aty brenda e di fare mirë se e pret
rendi shtëpiak, ligji dhe rregulli i cili e bën etikën e mësimdhënësit. Dhe materia si e tillë që duhet trajtuar brenda në shkollë s'ka të bëjë fare me politikën, është më shumë se politikë. Sidomos ne mësimdhënësit e lëndës së gjuhës duhet të jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm që kushtojmë rëndësi të gjitha dukurive të cilat shfaqen gjithandej dhe më pasaj të marrim edhe hapa konkret për ta bërë të pranishme, për ta nxjerrë si konstatim dhe për ta trajtuar dhe për ta debatuar këtë, jo për të ngelur në margjina dhe vetëm për të konstatuar në mënyrë individuale dhe pastaj arsyetohemi se unë thash po ja, nuk u bë gjë sepse nuk më dëgjoi kush. Duhet gjetur patjetër model që dikush duhet dëgjoj. Sigurisht që rregull dhe ligj nuk ka, por mund të na i cekni disa nga ato pikat ku nxënësi më vonë mund të pësoj nga politika e bërjes në shkollë. Do të thotë me që ai mund të vijë ku të doj, mund të bëj çfarë të doj, mund që debatoj lirshëm me profesorin për një çështje ku atij nuk i duhet ndërhyjë në atë pjesë. Ose lëshimi i ligjëratës në përgjithësi. Sepse ka dikush që në lëndën e gjuhës, realisht lënda si e tillë zhvillohet në 6 shtylla. Dhe ato komunikimi gojor me shkrim. Pastaj letërsia gjuhësi, hartimet dhe lektyrat. Të gjitha këto fushat japin mundësi që të kesh qasjet e nxënësit në një formë apo tjetër. Por mos harrojmë se nuk mund të ikësh asaj që quhet politik. Për arsye se mjafton të shpjegosh për personalitetin e një shkrimtari, ku do apo s'do do të gërshetohesh edhe me aktivitetin që është marrë dikur ai, supozojmë si Konisa, si Mithat Frashëri, Fanoli, ndonjë fishte, ndonjë tjetër. Por megjithatë duhet të jesh shumë i vëmendshëm dhe t'ju thuash nxënësve se politikbërja e këtyre personaliteteve nuk ka qenë interes personal, por ka qenë interes kolektiv, kurse politikbërja e njerëzve të sotëm që i kemi në skenë është thjesht personal dhe është shumë devijuese dhe është shumë i padobishëm për ju si gjenerat që prisni të vini në të ardhmen. Dhe nxënësit sigurisht që nuk do të tërhiqen me një nga kjo për shkak se ndonjëherë gjejnë atë mënyrën e komunikimit që është provokativ për mësimdhënësin, por mësimdhënësi duhet gjejë modelin më të mirë që ta zbusë situatën dhe nxënësit ja bëjmë dije se nuk meritojnë ata të politikës të merresh ti me ata se ti je i ri dhe e re, ti të duhet mësimi dia, nuk të duhet politika. Kur do mbaroj studimet, kur do kryesh një profil të caktuar, atëherë dash të Zotit që të bëhesh i suksesshëm edhe në karrierën e politikës dhe të përfaqësohesh denjësisht ashtu siç duhet. Sigurisht, Zotri Meli ishte një bisedë shumë e këndshme në studio, besoj që ju ka shërbyer të gjithë shikuesve të cilët na kanë ndjekur në këto momente. Gjuha shqipe është një fushë e gjerë me të cilën dhe mbi të cilën do të kishim debatuar shumë gjatë, por sidoqoftë ne kemi kohën e limituar. Unë falenderoj që ishe pjesë e emisionit tonë dhe shpresoj që të takohemi në ndonjë rast tjetër për të diskutuar më gjërësisht rreth kësaj çështje. Ju falenderoj juve si televizion që bëni përpjekje në këto situata të mbijetoni edhe të sillni mesazhin e duhur para auditoriumit, para opinionit të gjë. Dhe tema për çështjen e gjuhës do duhet trajtuar në një emision tjetër që ju do ta organizoni dhe të jenë më shumë pjesëmarrës dhe të ketë një debat i karakterit të trajtues, sulmtues, argumentues dhe konstatues dhe gjithsesi gjithmonë në premisa shkencore dhe të asaj që është e mirëfillta. Sigurisht që po, falenderoj edhe një herë. Ndërkohë që unë shpresoj t'ju ketë pëlqyer gjithçka që kemi shfaqur pranë ekraneve televizive. Pra jemi në fund të emisionit, unë falenderoj për vëmendjen dhe shihemi nesër në të njëjtën kohë. Deri nesër, mirupafshim.